Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi u sollën me pranga në gjyq nën akuzat për spionazh. Sipas prokurorisë, Shabani kishte ofruar materiale bias serbe kundër eprorëve të UÇK-s. I pandehuri Bedri Shabani e ka ndihmuar Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Republikës së Serbisë, që njihet si BIA, në formën e mbledhjes dhe dërgimit të informacioneve, dokumenteve dhe materialeve që ndërlidhen me ushtrinë çlirimtare të Kosovës, përfshirë eprorët e saj. Spitalin ushtarak të UÇK-s në shtime, sipas prokurorisë, Shabani kishte ndihmuar BIA-s ta portretizoj si e ashtu quajtura shtëpia e verdhë në Shqipëri, si dhe të vënë në dyshim të vërtetën e masakrës së Reçakut. Pandehuri të dhënat dhe informacionet në fjalë ja kishte transmetuar zyrtarit të lartë të BIA-s Srđan Rosić, përgjegjës për regionin e Pançevës, si dhe kolonel Bogoljub Janićević, ish komandant i policisë së Serbisë për regionin e Ferizaj, gjatë kohës së luftës së Kosovë dhe udhëhec i operacionit policor ushtarak në masakrën e Reçakut, duke e ndihmuar pashtu BIA-n në krijimin e një narrative të pavërtetë me qëllim që të ndërlidhë spitalin ushtarak të UÇK-s të monopollit të shtimes në të ashtu quajtën shtëpia verdhë në Borrell të Shqipërisë. Për këto akuza, Shabani tha se nuk mund të deklarohet tani. Këtë akuzën pa lezuar një herë mirë, këtë akuzë nuk mund ta nuk do të deklarojmë në këtë moment me një seancë tjetër. Besnik Berisha kërkoi që seanca të shtyhet për një ditë tjetër. Bedri Shabani për herë fare ka akuzën para 20 minutave. Unë e kam pas me datën 24 përmes postës elektronike, po unë nuk jam i akuzuar, kë duhet me kuptuar, kë duhet më deklaroj. Kjo është kërkesa. E ju shemblu që ne aprovu kërkesën e tij, edhe me caktuar një seancë kur na përgjigjet të zgjatë. Edhe Muharrem Qerimi ngarkohet se dërgoi informacione tek BIA për UÇK-n, eprorët e policisë, AKI-s, IPK-s. Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi akuzohen për spionazh, ndërsa Qerimi edhe për mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve. Sipas kodit penal të Kosovës, Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi mund të dënohen për spionazh me jo më pak se 5 vjet burgim.